nëna dhe baballar, aktivist, drejtues të strukturave tona, antar të strukturave tona anë mban qarkut Dibrës. Ju falenderoj për mikpritjen, gjithmonë të veçantë në Dibër, por në fakt falenderimi i veçantë për mirëseardhjen i takon një grupi të rinj, gjimnazistë nuk të ishin, ndoshta akoma në moshë për të votuar, të cilët rastësisht ndodheshin para hotelit, kur zbrita nga makina, dhe që më bën përshëndetjen tashmë virale orame ku i ke shokët. Ma kanë thënë që është kthyer një batut kudo në për gjimnazet dhe shkollat e Shqipërisë, sigurisht edhe me tabelën e re të shumëzimit, 7-313, më kanë thënë që është në gojën e rinis kudo, më kanë thënë që tabela, Bert, më kanë thënë flitet dhe në për iftare për tabelën 7-313, por sigurisht ishte një mikpritje e ngrohtë, plot humor, shumë domethënëse, sepse brenda ka jo vetëm shprehjen e pakënaqësisë, nuk është thjesht një batut, po dhe shprehjen e shpresës. Dhe nuk ka siguri më të madhe për të ardhmen, kur kjo vjen nga rinia. Ndaj duke falenderuar gjithë secilin për ju këtu në këtë sallë, strukturat tona, antarët tanë, drejtuesit tanë, një falenderim të veçantë dua t'ia drejtoj edhe të rinjve, aktivistëve tanë të rinj në këtë sallë, që janë pa diskutim motori, fuqia, energjia e fushatës tonë. Zonja dhe zotri, në takimin e sotëm prezantues, vi me zemrën plot, sepse për herë të parë përfaqësimi politik i demokratëve euroatlantik, atyre që vendosen interesin e opozitës, interesin e djathtës, interesin e demokratëve mbi interesa personale, është totalisht adekuat, i përshtatshëm. Më lejoni ta them sepse, pa diskutim, janë disa tipare që i bashkojnë kandidatët tanë në gjithë Shqipërinë, listën tonë, lista më dinjitoze, jo vetëm krahasim me listat e tjera, por dhe në krahasim me vite e vite zgjedhjesh politike në Shqipëri. Njerëz të cilët nuk kanë asnjë aferë nga e cila duan të brohen. Nuk kanë asnjë njollë korrupsioni. Nuk kanë asgjë për të fshehur para ligjit apo para qytetarëve. Ndaj na ka bashkuar në këtë udhëtim të vështirë, plot me sfida, por i vetmi udhëtim me të ardhme për Shqipërinë. I vetmi udhëtim që ka një perspektivë, i vetmi formacion që ka moralin dhe perspektivën krahasuar me gjithë tjerët. Sepse ne kemi qenë, jemi dhe do të jemi 100% në mbështetje të luftës kundër korrupsionit. Lufta kundër korrupsionit nuk bëhet me fjalë, bëhet me vepra. Se me fjalë, ata që bërtasin më shumë për luftë kundër korrupsionit, një pjesë për tyre si dëgjojmë do të më, se janë realisht tek 7-313. Një pjesë tjetër që betohen për luftën kundër korrupsionit bashkuan votat një vit përpara. Bashkuan votat që amnistia, që do të jetë një akt mëshire dhe pendese për të dënuarit për krime ordinere, që plotësojnë kushtet për të ardhur tek familjet e tyre, e përdorën për të liruar 111 zyrtarë të kësaj qeverie të dënuar për korrupsion, për vjedhje të taksave të shqiptarëve, të pronave të tyre. Ndërsa ne luftën kundër korrupsionit e shohim si një mision shërbim qytetarëve. Korrupsioni nuk është abstrakt, është akti i shpërdorimit apo vjedhjes së taksave dhe pasurive publike të shqiptarëve. Është akti i pasurimit të shokëve të atyre që janë pushtet, duke shpërdoruar besimin që i kanë dhënë qytetarët me votë. Dhe si i tillë meriton mbështetje
me vepra, si që është depozitimi nga ne 1 vit e gjysmë përpara, i ligjit, i projekt ligjit të plot për vettingun e politikanëve. Një projekt ligj i cili parashikon që njësoj si gjyqtarët dhe prokurorët, edhe 140 deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, edhe 61 kryebashkiakët e Shqipërisë, edhe antarët e kabinetit qeveritar plus kryeministrin, presidentin, drejtorët e përgjithshëm të një rëndësie të veçantë për vendin, nga ai policisë tek ai doganave, tatimeve, shërbimit informativ, kompanive të mëdha publike si Keshi, OSHE-ja e tjerë, ti nënshtrohen vit për vit kontrollit të pasurisë së tyre, të pasurisë së familjarëve të tyre, të rrethit tyre shoqëror, për të parë nëse justifikojnë ato pasuri që kanë, nëse i kanë në mënyrë të ligjshme apo të paligjshme. Pse kjo mas u gjykua të jetë në përputhje me kushtetutën dhe domosdoshme për të pastruar gjyqësorin dhe politikanët që e votuan, sigurisht me mbështetje dhe presion euroatlantik, tani ngurrojnë ta bëjnë vetë? Cila është arsye? Pse? Dhe këtë po kështu do ta shtojmë në projekt ligjin tonë. Gjyqtarët dhe prokurorët e prokurorisë speciale kanë planuar, kanë firmosur që t'jenë kur do t'jetë e nevojshme nën përgjim. Sepse s'duhet të kenë gjë që të fshehin. E pse kjo mas mos të aplikohet për politikanët e një shteti që vit pas viti rankon si më i korruptuari në Europë dhe ndër më të korruptuarit në botë? A ka ilaç tjetër më të efektshëm se sa të zbatojmë atë mas që dal nga dal e pastroj gjyqësorin dhe prokurorinë shqiptare dhe po jep shpresë shqiptarëve se edhe në Shqipëri do vi dita ku të gjithë jenë barabartë para ligjit. Në fakt dita ka ardhur për fundin e pandëshkueshmërisë. Rruga ka nisur. Ndaj 77-313 nuk është një batutë, është fillimi i një procesi që duhet shkojë deri në fund. Kjo na bashkon. Kjo është një nga arsyet kryesore pse jemi ndarë me Gardën e Vjetër. Me kryeministrin në krye të një kabineti, i cili në 12 vite ka më shumë antarë në burg se sa jashtë burgut. Dhe me këto tjetër, që beson se politika është një instrument për t'i shërbyer vetes dhe jo qytetarëve. Miqtë e mi, 3 vërteta të mëdha dhe të thjeshta. Jo dhe na bashkuan ne, po na bashkojnë me shumicën dërmuese të qytetarëve, në Dibër, në Bulqiz, në Mat, e në gjithë Shqipërinë. E para, pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Dhe njolla më e madhe për reputacionin ndërkombëtar të Shqipërisë është pa diskutim korrupsioni. E dyta, politikanët e Gardës Vjetër duke nisur me kryeministrin e vendit, me Ramën, kujdesen për interesat e tyre dhe janë gati, teksa përbetohen për betejë për me njëri tjetrin, janë gati dhe e kanë provuar me vepra se bashkëpunojnë për interesat e tyre kundër interesave të shqiptarëve. Dhe e treta, që ja kam thënë para 3 vite e gjysmë, e tani është faktuar, Shqipëria, as shqiptarët, as kombi shqiptar, nuk bëjnë dot një hap përpara të sigurt, pa qenë dhe pa patur në krah aleatët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe Britaninë e Madhe. Këto janë 3 të vërteta të thjeshta, po që çdo shqiptar sot e ka kuptuar se janë 100% e vërteta dhe asgjë më pak se e vërteta. Ndaj, në këto zgjedhje, u bë gjithçka që koalicioni euroatlantik mos ishte i pranishëm. U bë gjithçka, u përdorën dhe fishekët e fundit. Kudo, në veçanti këtu në Dibër, siç e dini fare mirë, për të pamundsuar një alternativë që nuk i mbante shqiptarët në çarkun o Rama o Berisha. Që në fakt janë zgjedhje pas zgjidhje. Se të pretendosh që zgjidhja janë edhe 4 vjet të Edi Ramës, do të thotë të jesh kundër fëmijëve tu, kundër familjes tënde, do të thotë të jesh kundër Dibrës, Matit, Bulqizës, do të thotë të jesh kundër Shqipërisë. Dhe të pretendosh që zgjidhja janë rangallat e korrupsionit dhe tranzicionit, të pretendosh se do votosh PD-n e të nxjerrësh Ilir Metën me shok, kandidat sot e nesër deputet, është minimumi një likësi e madhe ndaj demokratëve dhe ndaj opozitarëve. Kështu e donin, pas zgjidhje.
I donin pas zgjedhjet e 11 majit. Ne, ju, bët atë që askush nuk e mendon të mundur, bët mrekullin e parë, duke mundësuar që koalicioni Euroatlantik në gjithë Shqipërinë përfaqësohet jo thjesht me kandidat për deputet, por me kandidatët më të mirë për deputet në Dibër dhe në gjithë Shqipërinë. Që janë kandidat për ju, për interesat tuaja, jo për interesat e dikujt tjetër, që do t'i përdor për të avancuar interesat personale apo për të mbrojtur nga drejtësia. Pra, këtu kemi diferencën kryesore. Në listë të hapur, 5 kandidat në listë të hapur. Asnjëri prej tyre i katapultuar, siç për fat keq kemi bërë në dom, dhe marr përgjegjësinë time për këtë në të kaluarën, asnjëri prej tyre i katapultuar. Gjithë secili prej tyre njeri i komunitetit nga komuniteti, që ka shërbyer me devocion, me përkushtimin më të madh edhe në kapacitetin privat për t'i ndihmuar banorët, qytetarët, njerëzit. Dhe që tani merr përsipër t'i përfaqësoj e mbroj interesat e tyre në Parlamentin e Shqipërisë. Nuk është profesion, politika është mision. Dhe kur është profesion, kur është karrierë, e kuptojmë që shkon nga drejtor, bësh ministër, deputet e tjerë, por si mision, një rrugë tim dhe një kulmim. Për ndryshe kthehet në një pengesë, qofse qarkullojnë, e riqarkullojnë të njëjtat figura. E në veçati ato që s'kan më lidhje me komunitetin. Dhe duhet ta them, kudo, po në veçanti në Dibër, ata që mendimin e Edi Ramës tjetërsuan identitetin politik Partisë Demokratike dhe që kanë depozituar në listat e tyre Ilir Metën dhe njerëz të tij, ata sërish kanë katapultuar njerëz që s'kan lidhje me komunitetin, jo se s'kishin tjerë, të cilët ashtu e menduan, për mua e menduan gabim, shumë gabim, nga Ilir Krosit e Shaqir Manjani, po të paktën ishin njerëz që jetonin në komunitet. Por ata nuk janë dobishëm për interesat e asaj liste. Sepse ajo listë nuk është bërë lartë qoftë për të larguar Edi Ramën, se me Edi Ramën bashkëpunojnë nga mëngjesi deri në darkë ata, për kullat mes Tiranës, për të liruar të korruptuarit, për të mbyllur listat për gjithçka. Ajo listë është bërë vetëm si një bunker i interesave personale. E kundërta, krejtësisht e kundërta ndodh me ne. Le t'i marrim një nga një. Mondi Sakun, sipërmarrës, njeri i cili nga mëngjesi deri në darkë është pranë halleve dhe shqetësimeve të komunitetit të tij. Njeri i cili ka ngritur zërin pa ju dhënë mundësi asnjëherë në Parlamentin e Shqipërisë për të mundësuar që grupet kryesore të interesit bulqizës, nga minatorët tek fermerët, të kenë minimumin e vëmendjes që meritojnë. Njeri që nuk është shkurajuar asnjëherë nga padrejtësitë edhe brenda familjes tonë, por ka vazhduar me kokën lart t'i shërbej asaj që e konsideron familjen e tij të dytë të madhe pas familjes së tij biologjike, që e ka rritur me dinjitet dhe me nder, që janë Bulqizakët, Dibranët dhe Matjanët. Dhe e kam nder dhe kënaqësi ta kemi sot në ekipin tonë si një shtyllë integriteti, profesionalizmi dhe përkushtimin ndaj qytetarëve. Protokol Ruka, një inxhinier, profesionist, prind, familjar, koha rrjedh, dhe mua më duket sikur është akoma ajo shtylla e pamposhme e forumit rinor, që me thellësinë e mendimit, për herë i gatshëm veprim, dhe me optimizmin që e karakterizonte, dinte t'i kthente edhe momentet më dramatike të betejave tona politike në thirrje triumfi të së drejtës mbi padrejtësinë, të së mirës mbi të keqen. Dhe ashtu, punëtor i palodhshëm që i flet puna
sigurisht i flasin dhe fjalët, që është dhe i fjalëve shumë mirë, po që i flet puna mbi gjithçka, ka marrë përsipër pikërisht tani, jo privilegjin, por përgjegjësinë e përfaqësimit të interesave të vërteta të matjanëve, e të Klosit, e të mbar qarku të Dibrës, dhe jo kolapsin personal nga dobësit apo nga aspiratat e vetme për karrike dhe karrierë. Këtu në Dibër të gjithë kemi fajin, edhe unë, për atë lloj katapultimi, por më mirë vonë se sa kurrë mësimin e kemi nxënë. Dhe për herë të parë, ju do të keni mundësinë që në Kuvendin e Shqipërisë dërgoni njerëz të cilët bien të flenë me ju, e zgjohen me ju, me hallet tuaja dhe problemet tuaja. Me dasmat, ditëlindjet, ngushëllimet që e njohin çdo dhimbje, të çdo familje, të Dibrës, Maqellarës, Shupenzës, por po kështu të madh dhe buqizë, sepse e kanë gishtin tek pulsi që i rreh çdo familje dibrane, tek hallet e fermerëve dibrane, tek ankthet e prindërve dibrane, tek shpresat e rinisë dibrane, dhe që vinë po kështu, me përgjegjësi të madhe nga fushat jetës dhe nga rrjedhat jetës, që përfaqësojnë grupet e interesit gjithmonë në përkëmbura, siç janë pronarët dhe të përndjekurit. Ndaj kam kënaqësinë e veçantë. Kam privilegjin që të kemi në këtë ekip e të prezantoj para strukturave tona, e mëtej para gjithë dibranëve, Bert Kojkun, një njeri, një familjar, një besimtar, që në rinin e tij, për kushtimin ndaj njerëzve, e ka pasur ABC-n, motivin, refrenin e jetës tij, dhe që ashtu siç ka shërbyer e vazhdon të shërbej në çdo rrafsh të jetës, nga bamirësia, tek mbështetja, tek arsibibi, tek shpresa për rinin dibrane, ashtu do të vazhdoj të jetë zëri, shpresa, vizioni, mbështetja e dibranëve me besimin tuaj në Parlamentin e Ardhshëm të Shqipërisë. Dhe më së fundi, pas mbështetjes në shpatullat e gjëra historike të një familje historike të përndjekurish, pas marrjes gjithçka dhe dhënies për një kohë të gjatë të pothuajse asgjëje, ky çlirim që na ka ndodhur na jep mundësinë t'i vendosim pikat mbi i, na jep mundësinë që një prej familjeve simbol të rezistencës ndaj komunizmit, të përndjekurve politik, të mbajtjes lart pishtarit demokracisë të shpresës atëherë kur tjerë donin ta fiknin, ta kemi po kështu, birin tuaj, kandidatin ton, përfaqësuesin e një prej familjeve historike të Dibrës e të gjithë Shqipërisë, zotin Mirjan Kaloshi. Rinia për ne nuk është propagandë, nuk është retorik boshe. Kudo ku të rinjt tanë kanë patur stazhin, kanë patur mundësinë të ngrihen në nivelin ku mund të kërkojnë besimin dhe të angazhojnë punën e bashkëmoshatarëve tyre, nuk kemi hezituar të japim mundësinë të kandidojnë. Por në veçanti ky kandidim merr një kuptim të veçantë për Sabiana Pashën, drejtuesen e forumit tonë rinor, për degën e Matit dhe të Klosit, e cila sjell një qartësi mendimi, një freski vizioni dhe shpresën se me të vërtet do të bëjmë realitet zotimin ton kryesor, që shumë shpejt Shqipërisë t'i japim një brez të ri të përgatitur dhe brezit të ri t'i dorëzojmë stafetën e drejtimit, sepse janë ata shpresa e vetme për një Shqipëri të vërtet europiane dhe euroatlantike. Ndaj miqtë e mi, vim këtu me disa veti dhe vlera që janë unike, sepse nuk janë as një listë dhe as një formacion tjetër politik. Listë njerëzish dinjitoz, qytetar, përfaqësues, që përfaqësojnë dhe nderojnë komunitetin të cilit i përkasin e të cilit do t'i shërbejnë. Njerëz të vendosur për luftë kundër korrupsionit si e keqja më e madhe e kësaj shoqërie. Nuk është rastësi
edhe reagimi, përgjigja e rinis sot sapo zbritan dibër. Nuk është rasti, nuk është batut për batut, nuk është humor, është e vërtet 77-313, është e vërtet që shokët e Edi Ramës, ata që ai ngarkoi me përgjegjësi, janë të gjithë në burg. Pse? Sepse ata shpërdoruan detyrën, ata vodhën taksat dhe së bashku me Edi Ramën krijuan për Shqipërinë dhe shqiptarët makthin e dështimeve dhe korrupsionit më të madh që nga themelimi i shtetit shqiptar. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta dhe pas reagimit qytetar ndaj asaj që pa diskutim po kthehet në një refren kësaj fushate. Dhe është refreni kësaj fushate, s'kemi komplekse. Njerëzit na kanë dëgjuar të shpjegojmë në detaje, në nivelin më të lartë gjeostrategjik, intelektual, profesional programin ton dhe prap do ta bëjmë pa diskutim. Shumë njerëz reagojnë ndaj këtyre fjalëve të thjeshta sepse janë e vërteta. Janë e vërteta e plot dhe e dhimbshme e një Shqipërie të zhytur në dështim e migracion për shkak të korrupsionit e Edi Ramës. Lufta kundër korrupsionit, mbështetja ndaj SPAK-ut, programi i vetmi formacion politik me një program që e ka shpalosur me 1 qershor. U munduan ta zhdukin, ta censurojnë, ta përqeshin, tani ta kopjojnë. Por si ata kopjacët e keq që shohin me një sy, nuk dinë se çfarë kopjojnë. Programi ynë është i plot dhe duhet parë në tërësinë e tij. Nuk është një buqet premtimesh, se çfarë i pëlqen njërit e çfarë i pëlqen tjetrit. Është një program që ka rrjedhur nga prekja dhe njohja e realitetit, si askush tjetër. Shoktu sipërmarrës të nderuar të fushës së agrobiznesit, me cilët kemi diskutuar, edhe në pikat e zhvillimit, edhe në pikat e rënies të industrisë së agropërpunimit. Shoh fermer, dhe ne e dim fare mirë se cilat janë problemet e fermerit Dibran, cilat janë problemet e fermerit shqiptar. Ne e dim se pak kilometra më tutje shtrihet Republika e Maqedonisë së Veriut e pak më tej Republika e Kosovës, dhe ne e dim se fermeri kosovar, fermeri shqiptar i Maqedonisë së Veriut, vlla me gjak, e me kulturë, e me gjitha, me fermerin e Dibrës, apo të Kuksit, apo të Myzeqes, ka një tjetër situatë. Pse? Sepse qeveri, si Maqedonia e Veriut dhe si e Kosovës, e kanë kuptuar një të vërtetë që Bashkimi Evropian e ka kuptuar prej shumë kohësh. Nuk ka bujqësi pa subvencione, nuk ka bujqësi pa infrastrukturë ndihmuese, nuk ka bujqësi pa akses të sigurt në treg. Këto janë 3 themele të një sektori të zhvillimit rural, bujqësisë, blegtorisë, agropërpunimit, peshkimit, bletarisë, çfarë doni. 3 themele pa cilat ti shkatron diçka, nga cila sot varet 35% e shqiptarëve, 35 në 100 shqiptarë. Varen familjet e tyre, rinia e tyre. Si ka mundësi vëllezërit një gjaku? Ata e mbajnë kokën lart, fermeri ynë e mban kokën poshtë, nga hallet, nga dertet. Mbaron një cikël prodhimi, fillon një cikël tjetër ankthi, për të marrë prap hua. Sepse edhe kur prodhimi bëhet nuk shitet. E pra programi ynë jep zgjidhje tërësore, të integruara, edhe me pjesë të tjera të shoqërisë e grupet e tjera të interesit. E para, e duhet ta përsëris këtu, 100 milion euro subvencione për fermerin shqiptar, bazuar mbi prodhimin, sigurisht mbi prioritetet që Shqipëria ka e do t'i jap degëve të veçanta të prodhimit. 50 milion euro në vit infrastrukturë, nga rrugët e aksesit në ara e sera, tek energjia elektrike, tek magazinimi, frigoriferimi dhe agropërpunimi. Se jemi i vetmi vend 2025 që nuk ndihmon as me magazinim, as me frigoriferim, as me agropërpunim. Në Kosovë prodhohet gjithçka, nga chipset, nga patatet e Kosovës, te marmalata, nuk shkon as një mollë, as një patate tëm. Ndërsa këtu vazhdohet me primitivizëm, të shkatërrohet djersa fermerit shqiptar për të avantazhuar një grusht importuesish që edhe fasulët duan na sjellin nga Egjipti. 100 milion euro subvencione për fermerin shqiptar bazuar mbi prodhimin, pa gryka shishesh, prodhim, solle prodhimin sipas prioriteteve me koeficientin për çdo prodhim, fasulja, mishi, qumshti, qershia, molla, çfarëdo që të jetë, sipas koeficientit subvencionim. 50 milion euro në vit që infrastruktura rurale të bëjë